Në një artikull të fundit, gazeta greke Tanea shkruan se raundi i ri i konsultimeve midis Greqisë dhe Shqipërisë është hapur me çështjen e pezulluar të kufirit detar në krye të agjendës, pas rizgjedhjes së kryeministrit Edi Rama për një mandat të katërt qeverisës. Tanea nënvizon se në takimin kok më kok Gera Petritis Hasani në Athinë më 3 qershor, konsiderohet e sigurt se çështja e zonës ekonomike ekskluzive greko-shqiptare do të trajtohet në mënyrë që të dy palët të arrijnë një marrëveshje mbi hapa të mëtejshëm për t'ia referuar këtë mosmarrëveshje specifike gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, siç ishte rënë dakord në vitin 2020. Sipas gazetës greke, burime kompetente shqiptare vënë duke se për Tiranën është gjithashtu një çështje me rëndësi të jashtëzakonshme. Ata theksojnë se nëse jepet drita e shile për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, të dyja palët duhet të ndjekin hapat e nevojshëm dhe të bashkëpunojnë ngushtë. Për qeverinë shqiptare për më tepër, çështja kryesore tani është rruga e qartë për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim, Tirana pranon se po merr mbështetje të konsiderueshme nga Athina. Prandaj, sipas gazetës greke, thellimi i marrëdhënieve dypalëshe midis Greqisë dhe Shqipërisë tani vlerësohet nga Tirana si një prioritet i lartë. Angazhimi ndaj rrugës europiane të Shqipërisë ishte ndoshta faktori më i rëndësishëm, siç theksojnë burimet, që përcaktoi triumfin e fundit zgjedhor të Ramës, me procesin e pranimit që vazhdon pa probleme me konferencën e 5 ndërqeveritare Bashkimi Evropian Shqipëri që u mbajt në Bruksel, shkruan Tanea. Megjithatë, burimet kompetente theksojnë se gjatë samitit të fundit të Komunitetit Politik Evropian, Emmanuel Macron nuk e përjashtoi pranimin e Shqipërisë në BE në vitin 2027, 3 vjet më herët se objektivi. Ndërsa agjenda përfundimtare e takimit të ardhshëm midis Gera Petritis dhe homologut të tij shqiptar Igli Hasani është ende duke u formuluar. Burimet parashikojnë se gjatë bisedimeve do të diskutohet edhe forcimi i bashkëpunimit greko-shqiptar si në fushat ekzistuese ashtu edhe në ato të reja. Sipas gazetës greke, një element tjetër që pasqyron rëndësinë e marrëdhënies mes shteteve është përqindja dërmuese që Partia Socialiste mblodhi përmes votave të shqiptarëve që banojnë në qytetet greke, mbi 84%. Nëse krahasojmë me shifrat e përgjithshme të diasporës, ku Rama fitoi 61.3% të votave, kuptohet qartë mbështetja e shqiptarëve të Greqisë. Në fund të artikullit të Tanea, theksohet se ky fakt nga Tirana shpjegohet me fushatën e zhvilluar nga kryeministri shqiptar në tokën helene, por edhe nga që shqiptarët në territoret greke kanë mbështetur prej kohësh Partinë Socialiste.